E njëjta shport blerjesh mund të kushtoj thuajse 4 herë më shumë në varësi të vendit ku ndodheni në Europë, por cilat vende janë më të shtrenjta dhe si mund të krahasohen ato në mënyrë të drejtë. Indekset e nivelit të çmimeve të Eurostat japin përgjigjen. Ato krahasojnë kostën e mallrave dhe shërbimeve të konsumit në secilin vend me mesataren e Bashkimit Evropian. Thënë thjesht, nëse njëjta shport mallrash dhe shërbimesh kushton mesatarisht 100 euro në të gjithë Bashkimin Evropian, sa do të kushtonte ajo shport në secilin vend? Për ta bërë krahasime përfaqësues, Eurostati bazon indekset në çmimet mesatare kombëtare vjetore për më shumë se 2000 mallra dhe shërbime. Brenda Bashkimit Evropian hendeku është i dukshëm. Luksemburgu kryeson listën, ndërsa Rumania ka çmimet më të ulta. Çmimet e konsumit në Luksemburg janë 2.5 herë më të larta se në Rumani, ku përfshihen vendet kandidate të Bashkimit Evropian dhe anëtarët e EFTA. Islanda bëhet vendi më i shtrenjtë dhe Maqedonia e Veriut më i liri, duke u zgjeruar ndekun me 3.7 herë. Në përgjithësi, Europa perëndimore dhe veriore kanë tendencë të kenë nivele më të larta çmimesh, ndërsa Europa qendrore dhe lindore mbeten më të lira. Zvicra duket e shtrenjtë, por pagat e zviceranëve janë aq të larta sa fuqia blerëse atje është ndër më të fortat në Europë. I njëjti nivel çmimesh me një pak shumë më të ulët do të ndihet shumë ndryshe. Danimarka, Irlanda dhe Norvegjia janë gjithashtu ndër vendet më të shtrenjta në Europë, rreth 40% mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Ndër 4 ekonomitë më të mëdha të Bashkimit Evropian, Gjermania është më e shtrenjta me çmime 9.1% më të larta se mesatarja, ndërsa Spanja është 8.9% më e lirë. Kjo do të thotë që një person do të paguante 18 euro më shumë në Gjermani sesa në Spanjë për të njëjtën sport. Në anën tjetër të renditjes, çmimet janë dukshëm më të ulta në pjesën më të madhe të Europës juglindore. Në Maqedoninë e Veriut, një sport për 100 euro sipas mesatares së Bashkimit Evropian do të kushtonte vetëm 49.7 euro, më pak se gjysma e saj. Do të kushtonte gjithashtu 52.2 euro në Turqi, ndjekur nga Bosnia me 55.7 euro dhe Rumania 58.9 euro. Këto vende janë të paktën 40% më të lira se Bashkimi Evropian. Malizi me 61 euro, Serbia me 62.5, Shqipëria me 65.7 dhe Polonia me 71.1 janë gjithashtu ndër vendet më të lira me çmime të paktën 20% nën mesataren e Bashkimit Evropian.